E miq, përshëndetje, mirë se erdhët në gatimet e mira. Sot për drekë kemi përgatitur spinaq në formë, djathë kaçkavall dhe të bardhë. Si fillim, një thelb purdër do ta kavardisi me qep të njoma ose dhe të thata, nuk ka problem. Do t'i kavardisim derisa të zbuten dhe më pas do të shtojmë spinaqin. Do të shtojmë spinaqin edhe pak krip. Do t'i ziejmë për 18 minuta dhe më pas do t'i lëmë të ftohen. Pasi janë ftohur, do të përgatisim brumin. Për brumin na duhet një vezë, pak krip, do t'i rrajmë mirë, do të shtojmë një gotë qumësht, unë kam 180 ml gotën. Do shtojmë gjithashtu edhe pak vaj ulliri, 2-3 lugë pothuajse, pak piper të zi. Do shtojmë një gotë miell, paka shumë si brumin e krepave do e përgatisim. Pasi brumi është bërë homogjen, do shtojmë spinaqin. Do i trazojmë mirë. Do shtojmë djathë të bardhë, të cilin e thermojmë. Edhe masën e përgatitur do ta shtojmë në një tavë të lyer me vaj. Nga sipër do të shtojmë djathë kaçkavall dhe do e pjekim me 200 gradë për 15-20 minuta derisa të marrë këtë ngjyrën e bukur të ardhur. Nëse do e përgatisni, ju bëf të mirë se del super e mirë.